Kthehemi në studio si kundër e kemi thënë, vijon numërimi i votave për zgjedhjet e 11 majit, ndërkohë do të zhvendosemi drejt për drejt në KZZ në shkollës Sami Frashëri, atje ku edhe vijon numërimi në rastin konkret për votat e burgut 302, teksa kemi edhe disa rezultate të fundit atje që na i përcjell kolegu Edison Vatnika. Edison, përshëndetje. Klodit, përshëndes edhe unë, ndodhem në KZZ numër 20, instaluar tu në shkollën Sami Frashëri. Në fakt, sapo janë lexuar edhe votat për kandidatët politik nga burgu 302, por më letë të them sërish që në burgun 302, Partia Demokratike ka arritur të sigurojë 32 vota si subjekt politik, ndërsa Partia Socialiste ka arritur të sigurojë 111 vota. Vetëm para pak minutash janë lexuar dhe votat për kandidatët, ku kryeson, në fakt janë 3 emra të Partisë Socialiste të cilët kanë kryesuar, bëhet fjalë për Ermonela Felaj, e cila është bashkëshortja e Bledar Valikaj, prokuror në Prokurorinë e Tiranës dhe prokuror gjithashtu që angazhohet edhe në gjykatën e Tiranës. Në vend të dytë është ministri i Brendshëm Ervin Hoxha dhe ky me numër të lartë të votash brenda burgut 302, dhe në vend të tretë është edhe Olta Xhaxha, e cila ka arritur të sigurojë edhe ajo vota personale. Sa i takon Partisë Demokratike, numër të konsiderueshëm të votave ka marrë 2 kandidatët, Jurita Tabaku dhe doktor Ilir Ali Mehmeti, të cilët kanë arritur të sigurojnë edhe disa vota personale nga ky burg i cila ndodhet pikërisht pranë komisariatit numër 3 me bllokun e sigurisë. Është lexuar pra edhe votat e para burgimit 302, tashmë tavolina po bëhet gati për të lexuar edhe votat personale nga burgu 313. Ka një tjetër para burgim për cilën ndodhet edhe në atë sektor edhe ish presidenti Ilir Meta, ndërkohë që do pritet në fakt afishimi dhe kalkulimi i fundit i rezultateve sa i takon për kandidatët, pra numrin zyrtar të tyre, dhe më pas apo ta kemi siguruar numrin zyrtar për kandidatët të burgut 302 do ju komunikojmë. Ndërkohë po përgatitet edhe siç thash burgu 313, ndërsa në tabulinat e tjera po numërohen pa probleme edhe numri i kandidatëve, numri i votave për kandidatët në qendrat të tjera të votimit. Mirë, Edison, faleminderit për detajet paraprakisht për çollet mund të mbarë në vijim. Kjo është situata për sa i përket leximit të votave dhe për burgun 302, teksa janë duke u numëruar, kanë dalë rezultatet paraprakisht si kundër përmendje dhe kolegu Vatnika, ndërkohë